Përshëndetje, mirë se vini në podcast by Giulio. Sot kam të ftuar me Elenën, money and business coach edhe trajner për zhvillimin personal. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Elena, do nisi direkt me një pyetje pak ngacmuese. A mjafton vetëm hard work për të bërë pasur? Unë mendoj se hard work është një nga cilësimet më të rëndësishme, por nuk është vetëm hard work, është dhe smart work, për mendimin tim. Nuk mendoj që gjithmonë duke punuar fort mund të bësh para. Unë që kur kam qenë shumë e vogël, babi im gjithmonë më ka rritur me një moto, puno zgjuar, mos puno fort, edhe gjithmonë edhe në çfarëdo lloj pune që kam qenë, edhe tek fura e bukës kur kam punuar më përpara, gjithmonë përpiqja të bëja gjëra në mënyrë të zgjuar, edhe pse ndonjëherë nuk ju interesonte që unë t'i bëja zgjuar edhe shpejt, por rezultati duhet të jetë gjithmonë efektiv edhe i shpejt se sa të punoj fort vazhdimisht për të bërë diçka. Kur ishte ai momenti i parë që more guximin për të futur te bota e zhvillimit personal tek tregjet, tek pjesa profesionale që bën sot? Atëherë unë kam pasituar në Kanada për gati 5 vjet, u riktheva në Shqipëri, edhe para se të merrja këtë vendim kaq të rëndësishëm si rikthimi në Shqipëri, patjetër që u njoha me një mundësi e cila më jepte lirin. Unë këtë kërkoja edhe në Kanada, në 2021 në korrik të 2021 mu dha kjo mundësi që unë i thash po. Patjetër që kam qenë skeptike, edhe arsyeja pse unë isha e gatshme që të merrja një vendim ishte sepse kisha arritur fundin. Kur arrin fundin, ti thua, okay, s'kam asgjë se çfarë të humbas. I'm broke either way. I'm just trying. Edhe kam kaluar një periudhë shumë të vështirë depresioni në Kanada. Edhe thash, po e provoj, si të më ec, po më eci, super, po s'më eci, të paktën e provova. Nuk dua të jetoj me pendesa në jetën time, këtë e kam si rregull. Elena, ti flet shumë për paran, për lirinë financiare, për lirinë personale. Çfarë është tamam paraja për ty? Unë mendoj se paraja është një mjet i cili mund të jap ty liri, edhe pse shumë shpesh herë dëgjojmë që paraja nuk të sjell lumturi, edhe jam plotësisht dakord që paraja nuk të sjell lumturi, por paraja është një mjet shumë i mirë që mund të vej të udhëtosh kudo që të duash, edhe është e njëjta gjë, është lumturi i udhëtimi për mua. Paraja është ajo e cila mua më ka heq disa brengje ose ngërtse emocionale të tipit unë jam një vajzë e cila e pëlqen mirëqenien, edhe nëse unë dua të ndihem mirë dhe të bëj flokët dhe të udhëtoj edhe të blej gjëra të bukura për veten time, paraja më ofron këto gjëra. Arsyeja pse unë nuk dua që ti kushtozoj vetes time disa gjëra është sepse jam rritur në shumë kushtëzime. Jam rritur jo në një familje të pasur, jam rritur në një familje relativisht poshtë mesatares, fëmijë emigrantësh, e lindur e rritur në Greqi, edhe gjithë jetën time pa dashur prindërit e mi patjetër, sepse nuk mund të as të them që ka qenë faji tyre, absolutisht jo, por jam rritur në një familje e cila më ka thënë gjithmonë që mos kërko, mos bëj, edhe nuk dua ta kem këtë gjë. Kështu që paraja kjo është për mua, është liri, është një mundësi më shumë që ty të jep. Super. Përmende depresionin, përmende një moment vështirë në jetën tënde. Çfarë mesazhi do jepi një vajzë e re që mund të jetë në një moment caktuar, që mund të ndihet e humbur, ka ëndra të mëdha, ka dëshira të mëdha, por nuk di se nga t'ja nis, nuk di se ç'a të bëj gjanë e parë. Atëre, unë po prek një fazë shumë të errët të jetës time duke folur për këtë momentalisht. E kam ndar edhe shpeshherë thjesht ndoshta e kam cekur në rrjetet sociale, por asnjëherë nuk kam folur eksaktësisht se çfarë kam kaluar apo se si jam ndjer edhe në detaje. Patjetër që më është dashur kohë që të dal. Një nga personat që më kanë ndihmuar shumë që të dal ka qenë shoqja ime ngushtë, e cila kur ka ardhur në Kanada më ka thënë që ti Elena duhet të shpëtosh veten. Në rast se ti nuk shpëton veten, askush nuk do vitet të shpëtoj. Dhe ky është ndoshta dhe këshilla që unë do jepja tek vajzat, të kuptojnë cili është problemi, edhe të kuptojnë që vetëm ti mund të shpëtosh veten tënde.
mos u mbështet as tek partneri, mos u mbështet as tek prindrit, mos u mbështet as tek fëmijët, i vetmi person që mund të shpëtoj je ti. Dhe fillimisht ti duhet të shpëtosh veten tënde, sepse ka shumë njerëz të cilët janë në depresion edhe nuk duan ta shpëtojnë veten e tyre, por depresioni është zona e tyre e komfortit, edhe jetojnë me atë gjë. Kështu që fillimisht ti duhet të duhash të shpëtosh veten, edhe më pas ta shpëtosh, të kuptosh që vetëm ti mund ta shpëtosh. Nëse do ishe përballë një pasqyre dhe do shikoje veten tënde para 5 viteve, ose edhe para 10 viteve, çfarë mendon se do të thoshte vetja jote? Nëse do të shifte sot? Mendoj se nëse takoj Elenën në 2020-ën, do shokohesh Elena me zhvillimin tim, edhe mendoj se do e lëndoja. Do e lëndoja duke i treguar disa të vërteta përballë në sy, edhe duke e ballafaquar me realitetin. Elena që jam sot nuk ka lidhje me Elenën që kam qenë para 5 vitesh, as fizikisht, as emocionalisht, as financiarisht. Elena ka qenë një vajzë shumë e brisht, shumë e dobët emocionalisht, një vajzë e cila naive deri diku, edhe thjesht do i thoja që ki besim më shumë tek vetja jote. Ki besim që ti mund t'ja dalësh, ti me vetë forcat e tua. Por nuk do i thoja më shumë, sepse nëse i thoja më shumë, mund edhe ta ndryshoja këtë version që jam sot. Sepse duke ditur ndonjëherë se të ardhmen tonë, ndoshta edhe mund të friksoja me atë versionit. Nëse unë i thoja Elenës përpara disa vitesh, Elena e cila punonte te fura e bukës, jetonte në Kanada, ishte e martuar, që ti do jetosh në Shqipëri, ti do ndryshosh punën tënde, ti do divorcohesh, do ishte një shok për atë. Kështu që thjesht do i thoja që besoj procesit, besoj vetes dhe besoj te Zotit. Elena, a ke frikë nga suksesi? Deri diku kam pat frikë nga suksesi, por të kesh frikë nga suksesi është diçka shumë e madhe. Njerëzit shpeshherë e duan paranë, e duan suksesin, e duan ta kenë atë jetën luksoze, por nuk janë gati për ta pranuar. Mendoj se kam patur frikë deri diku, por me zhvillim personal e kam te kaluar. Nuk kam me frikë nga suksesi, nuk kam me frikë nga ato se çfarë përmban suksesi. Ndoshta disa njerëz mendojnë që paraja të bën më të keq, paraja suksesit duhet të jesh i tillë, duhet të jesh i keq që të arrish disa gjëra, por çdo gjë është çështje perceptimi dhe mendësie dhe ky nuk është realiteti im. Të kem frikë nga suksesi nuk është realiteti im. Po nga dështimi, a ke frikë? Jo, mendoj se dështimi është thjesht ti dështon vetëm nëse dorëzohesh, edhe në rast se ti nuk ka funksionuar mirë ajo gjë se çfarë ti po bën, ndoshta po duhet të riorientohesh. Nuk mendoj që ti po dështon tek diçka, ne gjithmonë mësojmë, ne nuk kemi ardhur në këtë botë për të qenë perfekt, ne kemi ardhur për të qenë të vërtet edhe për të mësuar. Edhe në rast se ty nuk po të ecën diçka, thjesht bëj diçka ndryshe që mund të ecë ajo gjë. Mos vazhdo të bëri të njëjta gjëra kur ti nuk po shikon rezultate. Thjesht bëj diçka ndryshe. Por kjo nuk do të thotë që ti ke dështuar, kjo do të thotë që ti ke mësuar që diçka nuk funksionon. Përmende zhvillimin personal. Pa. Sa rëndësi, sa impakt ka pas te ti? Edhe kur ishte momenti i parë që je fut te bota e zhvillimit personal? Në momentin që nisa tek biznesi ku jam, shumë e rëndësishëm ishte dhe zhvillimi personal. Siç të thash, unë u njoha me zhvillim personal në atë fazë të erët të jetës time, edhe nuk është qenë thjesht për ta pranuar. Në 2017 ndërkohë, unë kam dëgjuar për herë të parë për ligjin e tërheqjes, edhe e kisha pak a shumë konceptin, por nuk kisha punuar shumë fort mbi të. Zhvillimi personal nuk ka të bëjë vetëm me manifestimin ose me ato çka unë besoj dhe mendoj. Zhvillimi personal është një rritje e plot të vetvetes, duke krijuar ti një version tjetër të vetes tënde. Patjetër që doja ta krijoja. Zhvillimi personal erdhi si një dritë duke qenë unë në një tunel shumë të errët, edhe ishte ai i cili mua më nxori që atje.
duke dashur dhe duke patur një sfidë shumë të madhe me veten time, që të dal nga ajo situatë, të rindërtoj veten time, por që të rindërtosh diçka, duhet ta shkatrosh fillimisht, edhe zhvillim personal atë më ka dhënë mundësinë që unë të krijoj një version ashtu siç e dua unë vetë. A mund bësh milioner nëse nuk je i zhvilluar personalisht në brendësi? Të gjithë duhem të bëhemi milioner, por askush nuk do të bëj ato se çfarë duhet të bësh që ti të bësh milioner. Mendoj se zhvillim personal dhe milionat shkojmë së bashku. Nëse ti do të bësh milioner, a je ti një person i cili meriton milionat? A je ti një njeri i cili bën se çfarë një milioner bën? A zgjohesh ti shpejt? A ti ke një rutinë? A bën ti investime të sigurta dhe të zgjuara? Çfarë bën ti? Nëse je një milioner dhe nuk ke një rutinë, atëherë ato parat tua do të humbasësh herët apo vonë. Dhe nëse ti nuk ke një zhvillim personal, nëse ti nuk ke një rutinë, nëse ti nuk ke zakone, atëherë nuk ke se si ti ta zhvillosh. Jo vetëm paran që mund të kesh pak para, mund të kesh shumë para, por nuk i zhvillon dot. Do jesh sërish në surviving, duke mbijetuar me ato para që ke. A duhet zgjohesh se s'bën herët për të bërë milioner? Jo domosdoshmërisht, por unë mendoj që ti duhet të krijosh kohë brenda ditës tënde, që ti të bësh më shumë gjëra. Varet se kur ti je produktiv. Nëse ti je produktiv në mëngjes, zgjohu herët në mëngjes. Nëse ti je produktiv në darkë, bëj maksimumin që ti të nxjerrësh sa më shumë punë brenda atyre orëve që ti je produktiv. Por çështja e zgjimit shpejt nuk është çështje që ti do kesh sukses nëse zgjohesh shpejt. Është më shumë çështje sfide me mendjen. Domethënë disiplina. Është sa e sfidon ti mendjen tënde. Nëse ti e sfidon mendjen tënde që ti të zgjohesh në mëngjes, pra ky është një vendim i vështirë për ty, atëherë ti do të sfidosh mendjen tënde që të marrësh dhe vendime të vështira në biznes gjithashtu. Elena, e di që ke lek, ke edhe dije, ke edhe shumë eksperiencë. Është më mirë të kesh apo të dish? Gjithmonë të dish. Gjithmonë. Unë mund të nis nga fillimi sërish edhe sërish të arri aty ku jam. Kam nis 3 herë nga fillimi dhe sërish i kam rindërtuar gjërat ku i kisha përpara. Por nëse ti di, gjithmonë do kesh. Nëse ke, nuk di se si ti mbash. Elena, si e matë suksesin? Me llogari bankare, me impakt, apo me qetësi shpirtërore? Me impakt, me qetësi shpirtërore dhe më pas me llogari bankare. Unë mendoj që kam ardhur në këtë botë për të dhënë sa më shumë pozitivitet, impakt edhe inspirim. Edhe në rast se dikush po e dëgjon këtë dhe jap sado impakt pozitiv, puna ime ka mbaruar edhe e kam influencuar. Ky është qëllimi im. Patjetër që qetësia shpirtërore është pjesë e suksesit tim, edhe parat gjithmonë vinë nëse ti je duke plotësuar misionin tënd, janë të paevitueshme. Elena, ti e ke përjetuar edhe mungesën e lekut, edhe suksesit, edhe anën e kundërt të spektrit, të edhe pasurinë, edhe influencën, edhe konfirmimin nga njerëzit e tjerë. A të ka ndryshuar leku? Po, më ka ndryshuar shumë leku. Më ka bërë më të mirë. Sepse leku nxjerr në pa atë se çfarë ti je. Nëse ti je i mirë, do të bëj më të mirë. Nëse ti je i keq, do të bëj më të keq. Më ka ndryshuar, siç thash, edhe fizikisht, jam bërë më e bukur. Dhe më ka ndryshuar edhe shpirtërisht. Më ka qetësuar, jam bërë me e mirë me njerëzit, kur unë dhuroj, atëre unë ndihem më e plotësuar. Edhe siç e thash, leku nxjerr më shumë atë anë që ti ke brenda vetes tënde. Leku nuk të bën të keq. Nëse ti je i keq, leku do të bëj më të keq. Nëse ti je i mirë, leku do të bëj më të mirë. Elena, shoh se je gjithmonë e kurume, gjithmonë e paraqitshme, atë trem plakja? Më trem plakja shumë. Më trem. Po mendoj që teknologjia po avancon mjaftu shumë që unë mos plakem keq. Edhe pse përpiqem që ta kuroj veten time gjithë kohës me kremra të shtrenjta, të mira. Po përpiqem që ta ngadalsoj kohën, edhe pse unë jam shumë pro e ndërhyrjeve estetike.
Në rast se ty të rrit vetbesimin, kjo gjë është totalisht okay, patjetër duke ju përmbajtur natyrales. Unë nuk jam kundër këtyre, do t'i bëj kur të vi koha. Prandaj dua dhe parat. Në vazhdimsi të muhabetit lekut. Ta. Kur është një moshë ideale që duhet fillosh të mendosh që, okay, duhet bëj para? Sa më herë të jetë e mundur. Që në adoleshencë, do thoja. Nuk do thotë që ti domosdoshmërisht do nisësh të bësh lek që në adoleshencë, por ti duhet të mësosh rreth paras. Një nga librat më të rëndësishëm mbi financat është Babai pasur, babai varfër, të Robert Kiyosaki. Në rast se ti je adoleshent dhe do të mësosh se si të ndryshosh jetën tënde, lexo sa më shumë. Di ndoshta që leximi të duket i mërzitshëm, sepse shkolla na e ka bërë tillë, por gjej gjëra që funksionojnë, merr informacione, merr dije edhe vendosi sapo të, domethënë vendosi në veprim sapo të mbushësh 18 vjeç. Ka plot në internet edhe fëmijë të vegjël, të cilët janë bërë milionerë në moshë shumë të vogla, por në rast se ti nuk ke mundësinë tani, të paktën investo në dijen tënde. Cili është libri i fundit që ke lexuar? Libri i fundit që kam lexuar ka qenë Në poshtë e djallit. Tani po lexoj Alkimistin, edhe janë libra shumë të thellë, sidomos i pari që përmenda, është një libër i cili duhet ta rilexoj me mend të tjera pas një viti. Shpeshherë ne i marrim informacionet, por kur i marrim në një moment të dytë të jetës tonë me eksperiencat të tjera që kemi kaluar, i perceptojmë ndryshe informacionin dhe mësojmë diçka që herën e parë nuk e kishim mësuar. Elena, ti je një femër shumë e suksesshme në biznes, ke një impakt, ke një influencë, je ba pasur vetë, ke ndihmuar më shumë se 2000 studenta, shumica që janë ba të pasur. Sa ka ndiku paraqitja jote, bukuria, përmes përpara në biznes? Të lëm prapa pjesën e eksperiencës, ne të pa gjumë gjithë eksperjencat që ke kalu, vetëm ana fizike, ana vizuale, sa të ka ndihmu me ecë para? Unë kam një moto, që nuk është motoja ime, por është një realitet në një herë i hidhur, por duhet i vërtet, në të shumë të rasteve, i cili quhet pretty privilege. Edhe ndoshta dikush e mohon, por është e vërtet. Pamja ka shumë të bëj edhe me mënyrën se si e paraqet veten tënde, dress to impress gjithmonë, mënyra se si ti e paraqet veten tënde është shumë e rëndësishme, sepse njeriu kur të takon, kur ti bën network, për shembull, njeriu nuk ka se si të di se kush je ti, por shikon pamjen tënde. Absolutisht unë nuk them që ti duhet të jesh perfekt, por të paktën i kuruar, patjetër që paraqitja ime, mënyra se si vishem, mënyra se si e paraqes veten, mënyra se si flas, jo domosdoshmërisht pamja, lëvizjet e mia gjatë një bisede kanë shumë të bëjnë me mënyrën se si më percepton njëri tjetër, edhe se si më shikon. Në fillim nuk ka qenë e thjeshtë, sepse nuk jam mësuar t'i bëj këto, ka qenë shumë i vështirë ai ndryshimi, se kush kam qenë dhe se çfarë po bëhem, por është bërë madje një studim që 30% të femrave që janë të lyera shesin më shumë, kështu që pretty privilege është një vërtet që duhet respektuar në botën e biznesit. Sepse në fundit unë nuk besoj tek barazia gjinore, mendoj që ka të drejta të barabarta, por rolet janë shumë të ndryshëm, kështu që nëse ti nuk e kuron veten, e bëri që ti je në rolin e një mashkulli, je në energjinë tënde mashkullore, duhet femra të jetë pak në energjinë e saj femërore. Do them prap, je një femër e suksesshme në biznes, bashkëpunon me shumë njerëz, me shqiptar, me të huaj, kam pa në Instagramin tan. A e ke ndje dhe sa e ke ndje xhelozinë e femrave? E kam ndje, më thënë drejt, por jo në nivele shumë të larta, në nivele të ulta, gati dhe të shëndetshme, sepse ndonjëherë konkurenca është e shëndetshme, xhelozia nuk është, por mua nuk më ndikon as pak, më thënë drejtën, nuk më intereson, unë nuk mendoj që janë gjëra të limituara, unë mendoj që ka për gjithë, edhe nuk më s'ka efekt fare mbi mua. Okej, super. Tash do të vëj pyetjen tjetër. Më mirë një burr shqiptar apo i huaj? Nuk ka rëndësi, më thënë drejtën, pra e shko sa ai burr është në
energjinë e tij maskullore, di rolet dhe se çfarë duhet të bëj, nuk ka asnjë problem. Shqiptar. Okay. Elena, çfarë thanë njerëzit në fillim kur pa ndryshimin tënd? Sa ke ndryshuar. Mos ndrysho, mos ndrysho Elenën. Edhe ndonjëherë e marr shpesh këtë koment, sa ke ndryshuar. Ndonjëherë me të mirë, me si kompliment sa ke ndryshuar, dhe ndonjëherë në formë ofendimi sa ke ndryshuar. Por shqyqyr që kam ndryshuar, sepse po mos ndryshoja do ishte një tmerr i vërtet. Edhe nuk më ndikon fare kjo sa ke ndryshuar. Duhet të ndryshoja, nëse nuk ndryshoja, do isha e humbur. A e ke vra apo e ke përqafu veten tane të më përparshme? Sepse e shoh që ti je shumë larg saj. Edhe flet me një lloj sikur është tynë. A e ke vra apo e ke përqafu? Unë e dua shumë Elenën, por ajo dishte të vdiste dhe unë e vrava. E kam vrarë përfundimisht, edhe pse me një dashuri shumë të madhe, akoma e kujtoj me dashuri shumë të madhe, por ajo ka vdekur. Nuk është me, në asnjë lloj aspekti. Po, me çfarë vrave? Me një bashkë sekretare. Elena, sa lek fiton muj? Pyetja me e zakonshme. Ku? E ke fjalën për marketing, e ke fjalën për kripto, e ke fjalën për investime, apo të gjitha bashk? Gjitha bashk. Shko, unë minimalisht 5.000 e sipër. Po për me shpenzu, sa lek shpenzon muj? Varet, sezoni, varet që vetëm mia atë periudhë. Për shembull, këto kohët e fundit, këto 2 muajt e fundit kam kursyer, s'kam shpenzuar më shumë se një 500 në muaj, vetëm për qefet e mia. Por ka raste që Lëshon dorën. Lëshoj dorën. Elena, ke jetu në Greqi, ke jetu në Shqipëri në Korç, ke jetu në Kanada, ke jetu në Dubai, edhe sot jeton në Tiranë. Pse zgjolle Shqipërinë? Mendoj se Shqipëria është një vend shumë i bukur, ka shumë për të dhënë, edhe njerëzit jo se nuk ja din vlerat Shqipërisë, por nuk kanë mundësi në Shqipëri. Edhe në rast se ti ke një mundësi në Shqipëri, pse të largohesh, çdo gjë e ke këtu, familjen e ke këtu, njerëzit ke këtu, mundësitë ke këtu, shoqërinë, çdo gjë. Luksi në Shqipëri është shumë i lirë gjithashtu. Nuk e gjen kaq lirë, gjithmonë tjetër. Edhe mendoj se në Shqipëri të duhet thjesht një rrogë amerikane të jetosh mirë. Për aq kohë sa ti e ke, s'ka arsye pse të ikësh. Emigracioni është shumë i vështirë. Të s'ke pse e jeton fare. Po për dika që s'do të jetoj me rrogë, po do të bëhet milioner. A mund të bëhesh milioner në Shqipëri? Po, mund të bësh milioner në Shqipëri. Mund të krijosh shumë sukses në Shqipëri. Nuk mendoj që Shqipëria të kufizon, madje Shqipëria i përqafon biznesmenët edhe sipërmarrësit. Nëse ti ke një ide inovative, zhvilloje. Pse jo? Fake it till you make it. Sa e ke përdorur këtë gjë? E kam përdorur. Realisht e kam përdorur, sidomos në fillimet e mia. E kam manifestuar, nuk e quaj fake it till you make it, por e manifeston. E kam gënjur veten time sikur i kisha ato gjëra që unë doja, edhe pse realisht nuk i kisha ato momente. Për shembull, konfidencën, vetbesimin, bëja sikur kisha vetbesim kur në fakt nuk kisha, bëja sikur kisha vetdashuri, vetvlerësim kur në fakt nuk e kisha. Edhe thjesht është e gjitha një akt ose një alter ego që ti krijon, siç është Beyoncé, që ka alter egon e saj, siç mund të jetë si Sasha Fierce. Çdo njeri i suksesshëm ka një alter ego, ti duhet ta krijosh. Ti duhet ta zhvillosh, ti nuk është se po shtiresh, ti thjesht po vendos atë egon tënde alternative në funksion, edhe për aq kohë sa ti e përdor, ti e zhvillon, e krijon dhe ti bëhesh ai më pas. Një gjë shpesh shprehjen, ne jemi mesatarja e 5 njerëzve që shpenzojnë më shumë kohë me ta. Sa i rëndësishëm është rrethi për ty? Gjë më e rëndësishme. Kam humbur shumë miq, kam eliminuar shumë të tjerë, sepse nuk jemi më në të njëjtën nivel mendësie. Unë nuk mund të qëndroj me njerëz të cilët
kanë besime limituese për veten e tyre dhe mi përcjellin dhe mua. Nuk mund të qëndroj me njerëz e cila energjia e tyre më ndikon dhe është energji negative, energji xhelozie, energji përçmimi. Kam ndryshuar shumë rrethin tim, i besoj të rëndësishëm shumë kësaj shprehje. Ti je ai që rrethon veten tënde. Kujdes shumë me njerëzit të cilët rrethohesh ti. Elena, ti i flet gjithë njerëzve, gjitha gjenive, të dyja gjenive, por kryesisht kam vërej që i flet shumë femrave. Po. Edhe e shtyn i bën poshtë shumë asaj idesë të pavarësisë, kryesisht financiare të femrave. A dohet kishe edhe ti një burr me lek, ti le gjitha këto dhimbjet e kokës, gjithë këto 2000 studenta që i ke kaluar në përdur. Edhe thjesht tulltoje, bleje ca çanta të bukura, ca bizhuteri, edhe të punojnë burri. Ai do ishte zgjidhja më e thjeshtë, por mua nuk më pëlqejnë gjërat thjeshta, më pëlqejnë gjërat sfiduese. Edhe unë nuk mendoj që kjo është zgjidhje, mendoj që një femër duhet të jetë e pavarur ekonomikisht, sepse ajo femër më pas ka liri dhe ka zgjidhje. Nëse ti ngecesh në një situatë në të cilën paraja do të zgjidhte, atëre paraja kur të mungon ti nuk ke se si të dalësh nga kjo situatë. Unë nuk jam kundër e të pasurit mashkulli para, mos më kish kuptoni. Thjesht nuk mendoj që ajo është gjithçka dhe ti duhet të varesh nga financat e partnerit tënd. Partneri patjetër që duhet të ofrojë, patjetër që duhet të jetë në energjinë e tij mashkullore, të ofrojë më shumë se që femra ofron në familje, por ti duhet të kesh gjithmonë pavarësinë tënde, të mos varesh nga ai, të bësh gjërat që ti dëshiron. Pastaj nëse ai do të llastoj, e ka derën e hapur. Nëse nesër ti njeh një burr tradicional shqiptar, shumë mashkullor, shumë i vendosur, ka shumë dashni për ty, respekt gjitha, por thotë që portofolin e familjes do mbajon. Lekët që fitojnë familje do i marrë dhe do i menaxhojnë. Si do reagoje? E ke fjalën edhe për lekët e mia? Yes. Nuk funksionon kjo gjë për mua. As 50-50 nuk funksionon kjo gjë për mua. Mendoj se gjërat dhe rolet janë të ndara. Nuk mendoj se jam në një situatë që unë do jepja gjithë ardhurat e mia tek partneri im, që ti menaxhonte të gjitha ai, sepse lekët e mia janë të mia, lekët e tij janë të dyve. Mes respektit edhe pushtetit në biznes, cilën do zgjidhje? Respekt. Mendoj se po të kesh respekt, të hapen më shumë rrugë se sa pushtet. Pushteti mund të jetë pushteti keq, mund të jetë pushteti imponues. Por respekti fitohet. E di që ke pas një rrugtim shumë gjatë, me sakrifica, me vështirësi, me fitore, me dështime, me gjitha. Cila është një ndër sakrificat më të mëdha që ke bërë? Një nga sakrificat e mia më të mëdha është të rindërtoja veten time, pra të vrisja Elenën, siç e përmendëm përpara, ajo ka qenë sakrifica ime më e madhe. Elena, sa është e vogël. Elenka. Edhe sakrifica ime ishte gjithë jeta ime e mparshme. Jo domosdoshmërisht për të arritur paran, por për të arritur qetësinë time shpirtërore, dashurinë për veten, suksesin emocional, shpirtëror, fizik dhe financiar. Elena, a beson te Zoti? Edhe çfarë roli ka në jetën tënde? Besoj shumë tek Zoti. Zoti është shoku im më i ngushtë. Bisedoj dhe bëj biseda shumë të gjata me Zotin, i kam besim të plot, edhe më përgjigjet për çdo vështirësi, në rast se unë komunikoj, më jep përgjigje shumë shpejt. Edhe dua të vazhdoj të kem këtë marrëdhënie me Zotin. E di që marrëdhënia me Zotin është për secilin prej nesh shumë individuale dhe shumë e ndryshme, por unë jam shumë e kënaqur me këtë marrëdhënie që kam. Jam shumë e kënaqur që ai më dëgjon dhe unë e ndjej që ai më dëgjon edhe ai më drejton në shumë hapa të jetës time. Pra, sa ka ndiku besimi? Ka ndikuar shumë, sepse nëse unë nuk kisha besim të plot, unë nuk do mundesha të vazhdoja edhe përtej vështirësive, përtej atyre momenteve të ulta, përtej atyre dyshimeve të vetes time. Kam pasur shumë dyshim tek vetja ime, por besim të plot.
Elena, ne që të njohim e kuptojmë shumë mirë teknologjinë, industrinë, investimeve etj. Qa punë e bën specifikisht më vajzë? Atëre unë jam mentore, edukoj dhe mentoroj njerëzit dhe sidomos fillestarët mbi tregje financiare. Nëse dikush ka dëshirë të mësoj se si funksionon paraja, se si investohet paraja, se si shumë fishohet paraja, nëpërmjet tregje financiare siç është forex, kripto, aksionet, indekset, atëre mund të më drejtohet edhe të mësoj dhe ta udhëheq hapasapi nga A-ja deri tek Z-ja, se si funksionon gjithçka dhe se si mund të bëhet një investor privat, të mësoj se si të investojë mbi këto tregje dhe të shumëfishoj kapitalin e tij. Qa është diçka që shumica njerëzve nuk e kuptojnë për lekun? Leku mendoj se është thjesht një letër, kur në fakt është thjesht shkëmbim vlerash dhe shkëmbim energjie. Leku është energji, paraja është energji, ne e tërheqim, edhe paraja unë mendoj se duhet të jetë si ujë dhe të rrjedh, ta nxjerrësh dhe ta futesh në llogarinë tënde bankare, ta investosh në rast se ti e le ujin në një pellg pa e lëvizur, atëherë ai qelbet. E njëjta gjë me paran, nuk duhet që ta lesh paran sepse ai zhvlerësohet. Ti nuk e funksionon, paraja nuk është e krijuar që të qëndrojë në një vend. Paraja do të ikë nëse ti nuk i jep një detyrë paras. Ti ke jetu në Korçë edhe në Toronto. Po. Te pjesa ushqimeve, ka pëlqy më shumë grosha apo sushi? Caviar. Unë jam e lindur e rritur në Athinë. Deri sa vjeçë? Në 2011 u rikthyem 13 vjeçun, bëra gjimnazin, pastaj u riktheva prapë në Greqi, bëra kolegjin në Greqi për graphic design. Atë mungon Greqia, ato momentet e fëmijërisë? Fare, mas pak. Mas pak. Nuk më pëlqen fare Greqia, nuk e di. Athina është një vend të cilin nuk do rikthehesha me. Unë kam prindrit të cilët jetojnë në Athinë tani dhe mama ime më lutet të riktheu në Athinë. Jo, mendoj se kam mbyllur atë kapitull aty dhe s'kam se çfarë marr nga Greqia. Elena, a është Forexi bixhoz? Jo, Forexi është strategji. Një vi shumë e holl e ndan lojën e fatit me tregtimin tregje financiare dhe ai quhet menaxhim risku. Në rast se ti menaxhon riskun ashtu siç duhet dhe ndjek disa rregulla që janë aty, duhet patjetër që ti respektosh, atëherë nuk ka si të jetë lojë fati. Është thjesht një strategji e bazuar në disa rregulla, në disa parime, të cilat ti duhet të ndjekësh dhe për aq kohë sa ti i ndjek edhe i zbaton rregullisht ashtu siç duhet, bashkë me të gjitha rregullat tjera siç është menaxhimi i riskut, siç e përmenda, tërheqja e fitimeve, të paktën gjysma e fitimeve në rast se ti je në fitime të plota dhe dëshiron ti lesh për një kohë më të gjatë. E shumë të tjera që në rast se ti nuk i zbaton, atëherë po e bën lojë fati. Po në rast se ti i zbaton, e zhvillon dhe rrit pasurinë tënde gradualisht. Elena, ti ke dy lloje biznesesh, mund të them. Ke anën e investimit, që është, le të themi, me tamam që i din ato parimet e gjonat, po prapse është jashtë kontrollit tënd deri diku tregu. Ke edhe anën e biznesit që ti e rrit me trajnimet, pra është një biznes që rrit avash edhe është në kontrollin tënd. Po. A është më mirë të kesh një biznes po e quajmë fizik, edhe pse mund të jetë online, një biznes që rrit avash, ban network, merr skuadër etj, edhe e ke në kontrollin tënd, apo me bën një biznes që është, siç thash, mund t'i njohësh shumë mirë parimet, rregullat e lojës e gjitha, por faktorët e tregut, ndoshta rritet çmimi i naftës në Venezuelë edhe të ndryshon investimin tënd. Unë mendoj se trading është shumë boring në rast se ti e bën vetëm edhe nuk ka përveç emocioneve të tregtimit, nuk ka asnjë adrenalin tjetër dhe asnjë lumturi. Mendoj që njerëzit është shumë marrëdhëniet njerëzore janë shumë të rëndësishme. Edhe unë e implementoj shumë këtë në jetën time sepse më pëlqen të flas me njerëz, më pëlqen të komunikoj, më pëlqen të jem rreth njerëzve me energji të mirë dhe rreth njerëzve që unë mësoj dhe zhvillohem. Nuk mendoj që trading do ishte një biznes të cilin unë do bëja vetëm atë dhe asgjë tjetër. Mua më pëlqen shumë rrjetet sociale, më pëlqen shumë të influencoj, të kem një impakt pozitiv siç e përmenda. Edhe në rast se do mundohet të zgjidhja, mendoj se leku për aq kohë sa ti je vlerë vjen, mund të jetë nëpërmjet tregjeve, mund të jetë në mënyra të tjera, por asnjëherë nuk do të mungoj. Siç e përmenda, do të thënë
Tregja financiare është një mënyrë shumë e mirë që të zhvillosh dhe të mësosh si të bësh para, por gjithashtu mua më pëlqen shumë dhe network marketing, dhe marketingu, dhe zhvillimi i biznesit, dhe networku, edhe nuk e ndaj. Që është një shprehje që të shoqëron ty gjatë ditës ose në disa momente të caktuara, disa pika kyçe të jetës? Ose merr shumë jetën seriozisht, guxo, nuk ke asgjë për të humbur, ke vetëm për të mësuar. Ne të shikoj shumë njerëz me të cilët bëj telefonata dhe flas dhe klientë ndryshëm të cilët e shtrëngojnë lekun fort edhe s'duan ta lëshojnë, kur në fakt nëse ti e mban lekun në dorë edhe nuk e lëshon, nuk mund të vinë më shumë tjera. E ke energjinë tënde të bllokuar duke e mbajtur aq fort. Thjesht guxo. Do me thënë, nëse ti nuk guxon, nëse ti nuk merr një iniciativë të nisësh diçka, ti je gjithsesi i humbur. Nëse ti nuk nis një garë, ti ke humbur garën. Nëse ti e nis, ke një shans edhe për të fituar. Por njerëzit shqetësohen shumë për paran, shqetësohen shumë për të ardhmen, vendosin kaq shumë brengje emocionale tek vetja e tyre, kanë aq shumë frikra, e marrin aq shumë seriozisht këtë jetë, saqë duhet të çlirohen pak edhe të guxojnë më shumë. Shikoj që je një person shumë spiritual, shumë i thellum, edhe zhvillimi personal bën veten. Çfarë është tamam thellimi spiritual për ty? Edhe si ndikon te jeta jote e përditshme? Unë, siç e përmenda më përpara, kam një lidhje shumë të fortë me Zotin. Nuk do thoja që jam fetare, aq sa që jam spirituale. Edhe spiritualiteti bashkë me Zotin janë një. Unë dua të rritem spiritualisht edhe mendoj që spiritualiteti lidhet kryesisht me qenien tënde, se sa e njeh ti shpirtin tënd, se sa dëshiron edhe ta njohësh shpirtin tënd, se sa e zhvillon ti, mëson ti për veten tënde, mëson ti për këtë botë ku ti jeton, edhe është rrugëtim ndryshe për gjithë secilin prej nesh, por unë kam investuar shumë kohë, para, mund, mbi zhvillimin tim spiritual edhe zhvillimin tim personal. Duke nisur që nga ky vit, unë kam bërë shumë ndryshime mbi rrugëtimin tim spiritual, duke jo vetëm bërë meditime, por edhe seanca terapie gjithashtu për të zhvilluar më shumë. Si që thama përpara ti ke jetuar edhe jashtë Shqipërisë dhe ke zgjedhur me u kthy në Shqipëri. Cili do ishte mesazhi jot për të rinjt që kanë një lloj shkollimi jashtë shtetit për shkak ose një lloj edukimi ose një profesion, një skill. Çfarë do i thoje për Shqipërinë? Dhe jeton jashtë? Po. Mendoj se duhet të jenë pak mund të hapur drejt mundësive në Shqipëri. Edhe të kërkojnë diçka online patjetër. Bota po shkon drejt, po është e digitalizuar, po shkon akoma dhe më shumë. Kriptoja është e ardhmja, dhe nëse ti arrin të bësh profesionin tënd në mënyrë online, të digitalizuar, atëre e ke çuar në një nivel tjetër. Në rast se ti po studion për diçka ose po bën diçka e cila mund të bëhet dhe online, ose në rast se ti nuk po studion ose nuk ke bërë diçka, gjej diçka që bëhet online. Domethënë puna online dhe bota online funksionon dhe ti mund të bësh shumë para, sepse ti jep shumë liri dhe shumë akses tek njerëzit. Diçka fizike ose një punë, unë nuk po flas për punërat normale, sepse aty nuk ke dhe shumë mundësi zhvillimi qoftë personal, qoftë financiar, por në rast se ti ke dëshirë të nisësh një biznes për shembull, do ishte ideale që biznesi jo të ishte online sesa fizik. Elena, më përshkruaj një ditë ideale tënden. Një ditë ku do doje të shkoj çdo gjë mirë sipas programit tënd. Okej, një ditë ideale nis që një natë më përpara. Unë idealisht shkruaj të gjitha ato gjëra që duhet të plotësoj për gjatë javës time ose për gjatë ditës time. Kështu që një natë para unë shkruaj ato gjërat më kryesore që duhet të plotësoj të nesërmen, dhe shkruaj edhe programin tim javor ose ditor. Të nesërmen dua të zgjem herët, preferoj 6 deri në 6:30, edhe të zgjem të bëm gati të shkoj në palestër, të kthejmë nga palestra, të meditoj pak ose të lexoj një libër dhe më pas shkoj në zyrë. Tek zyra po investoj më të shumtën e kohës time, sepse edhe kohën time shkoj si investim atje.
derisa mbaroj dhe mbas ditën dua ta kem të lirë që të bëj gjëra që unë dëshiroj. Edhe darkat kryesisht janë sërish të angazhuara me trajnime që kam, qoftë trajnime që unë jap ose qoftë trajnime që unë marr. Edhe sot e kësaj dite kam atë mendsinë e studentit, nuk mendoj që ndonjëherë do arish në një pikë të karrierës tënde që do thuash ok, tani i di të gjitha, vazhdimisht trajnohem shumë orë brenda javës time që të bëhem më e mirë. Është koncepti më i gabuar nëse ti mendon që ok, unë tani mësova disa gjëra ose s'dua të trajnohem, s'kam çfarë të mësoj. Vazhdimisht gjej mentor, gjej njerëz të cilët janë më të mirë se ty që të mësojnë të arish më shpejt aty ku dëshiron. Përmende mentorin. Po. Sa e rëndësishëm është një mentor për dikë, sidomos që është i ri? Gjë më rëndësishme, nuk ka gjë më të rëndësishme sa mentori. Nëse ti nuk ke një udhëheqës, atëherë do humbasësh për gjatë rrugës. Mentori është si një hartë i cili GPS, me pak fjalë. Dhe le ta digitalizojmë. Mentori është GPS, të tregon eksaktësisht rrugën më të shkurtër, të tregon rrugën më të gjatë, të tregon pengesat, të tregon trafikun, të tregon gjitha. Edhe ti duhet ta dëgjosh mentorin, sepse mentori ka kaluar nga ajo rrugë edhe e di se si funksionon. Duhet të kesh disa mentor, jo vetëm një. Sa më shumë njerëz të kesh dhe të dëgjosh dhe të inspirohesh dhe të mësosh, aq më mirë. Por më e rëndësishme është të dëgjosh nga njerëz të cilët kanë rezultate që ti dëshiron. Nuk mund të kesh një mentor prindrit tënd. Në rast se prindrit tënd kanë jetën që ti dëshiron të kesh, atëherë këtu ndryshon situata. Por sado që na duan ose miqt, shoqëria, sado që na duan nuk e ve fare ndryshim dashurinë e tyre, por ndonjëherë nuk ta japin këshilla të sakta, këshilla të cilat nuk mund të na japin ato rezultate që ne dëshirojmë. Kështu që investo mbi mentorin, në rast se ti nuk investon mbi një mentor, atëherë do investosh me kohë. Edhe koha nuk kthehet, me parat kthehen, mentori do të mësoj se si të bësh para, ndërsa koha jote do ikë. A nuk është më mirë me i kalu vetë ato gabimet, me u rrit vetë? Gabimet do i kalosh vetë gjithsesi, janë të paevitueshme, por thjesht ti do kesh mësuar dhe do bësh më pak gabime se çdo bëje. Ti bësh gjërat në mënyrë autodidakte, është shumë e vështirë se sa të trajnoj dikush edhe të thotë eksaktësisht se çfarë do të bësh dhe kur do ta bësh. Pastaj gabimet do bësh plot. Gabimet nuk do ndalojnë ndonjëherë. Thjesht ideja është mos bësh gabime madhore. Kjo është të gjithë qëllimi. Mos bësh gabime mos bësh gabime të pasgjithshme. Këtë të mëson mentori. A ke bën ndonjë gabim të pasgjithshëm? Deri tani jo, mendoj se kam dëgjuar mentorët e mi me përpikmëri, kam mësuar shumë nga ata dhe nuk e se kam bërë ndonjë gabim i cili nuk mund të zgjidhej apo i cili të më ketë kushtuar shumë. Patjetër që kam patur gabime mbi profesionale, plot, por jam mësuar, jam zhvilluar, nuk kanë qenë gabime të cilat kanë qenë fatale. Si e shef Shqipërinë pas 5 viteve? Shqipëria ka pas një zhvillim të jashtëzakonshëm. Unë jam shumë krenare për këtë zhvillim, qoftë në turizëm, qoftë kulturor, edhe më vjen shumë mirë që po vazhdon dhe po zhvilloj dhe po ndryshon mendësia që kanë patur shtetet fshinje apo njerëzit e tjerë për Shqipërinë. Shqipëria më në fund po njihet për bukurinë natyrore që ajo ka. Mendoj se për 5 vitet e ardhshme do antarësohet edhe në Bashkimin Evropian. Edhe kjo do na sjell shumë të mira, por që të shkojmë deri atje duhet të rritim shumë se kush jemi ne, të rritim shumë standardin tonë të jetesës edhe të mundemi të krahasohemi edhe me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Çfarë i thu një dikuj të huaj për Shqipërinë kur të pyesin? Kur i thu që jam shqiptare? Mbaj mend kur kam qenë e vogël, un kam pas shumë turp të them që jam shqiptare, sepse jam rritur në një shtet i cili ka qenë shumë racist. Siç e thash, jam e lindur e rritur në Greqi, edhe ishte qoftë ofendim të theshin kjo është shqiptare. Edhe kisha shumë problem këtë çështjen e të treguarit për Shqipërinë apo të folurit për Shqipërinë apo qoftë edhe të folurit shqip me maman time në publik. Shqipëria tashme unë jam shumë krenare që jam shqiptare. Realisht e them
me shumë dashuri që tregoj se ku është Shqipëria, tashme nuk i kam me këto komplekse, të gjithë e dinë se ku është Shqipëria, se ndonjëherë në Kanada mbaj mend thoja që I'm Albanian, where is Albania? Edhe I was like, it's next to Italy. Okay. Por tashme kur them I'm Albanian, të gjithë e njohin Shqipërinë sepse ka patur një zhvillim shumë të madh kulturor dhe turistik. Kemi shumë të huaj që vinë dhe vizitojnë Shqipërinë, edhe nuk kam me turp të them që jam shqiptare, jam shumë krenare, nuk e di, jam shumë e lumtur që jetoj në Shqipëri. Mama e stima akoma i duket absurditet që po jetoj në Tiranë. Ajo prindit e mi bën të pamundurin që të shkonin në Greqi. Gjitha ato vite emigrim, dokumentat greke nuk i kam akoma. Edhe më thot, si ka mundësi që ti po qëndron në Shqipëri? Ne lam Shqipërinë për këtë gjë, dhe ti u riktheve sërish. Por mendoj që duhet të kontriboj në zhvillimin e Shqipërisë, edhe duhet të jemi një frymë e mirë për të rinë këtu. Kur është ai momenti që vjen rritja më e madhe e njeriut? Kur ti kupton që s'ke zgjidhje tjetër përveç se të rritesh, nuk ke asnjë zgjidhje tjetër, je sërish tek ajo, ke rënë në një grop balte dhe duhet të shpëtosh veten tënde, kur kap fundin, mendoj që është rritja më e madhe. Ashtu dhe si shigjeta që duhet të rriqesh mbrapsht që të shkoj përpara, ashtu si ti, nëse ti fundosesh, në fund të duhet të shtysh fort me këmbë që të ngrihesh sërish në sipërfaqe. Duhet të prekësh fundin pra, duhet të kapësh një pikë shumë të ulët që sërish të ngrihesh sipër.